Në kuadër të festës së Kurban Bajramit në sheshin Odeon në Pogradec, është zhvilluar një aktivitet festiv që mblodhi qindra qytetar, kryesisht të rinj, në një atmosferë besimi dhe festimi. Aktiviteti solli interpretime të vargjeve kuranore, pjesë me përmbajtje fetare dhe ilustrime artistike që përcollën mesazhe paqeje, harmonie dhe urimi për besimtarët musliman. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe imami i xhamisë Ebu Bekër, Mirel Mazelli, i cili u shpreh se organizimi i aktivitetit në një hapësirë publike synon të afrojë komunitetin me frymën e festës dhe t'u jap mundësi qytetarëve të bëhen pjesë e kësaj atmosfere festive. Ne zgjodhëm që këtë festë ta festojmë ndryshe nga vitet e tjera dhe kjo është hera e parë që festojmë një festë të kësaj natyre në qytetin tonë. Dhe pikërisht zgjodhëm Odeonin e qytetit tonë për të festuar festën e Kurban Bajramit. Një festë e cila ju dedikua fëmijëve tanë, por nëpërmjet fëmijëve tanë mësojnë edhe të rriturit tanë. Organizatorët theksuan se kjo nismë synon të dalë përtej mureve të institucioneve fetare, duke krijuar një model të ri komunikimi dhe afrimi me komunitetin përmes aktiviteteve publike. Është hera e parë që në qytetin tonë dhe në sheshin të madh nga të gjithë qytetarët që njihet Odeoni u festuar një festë ndryshe nga festat e tjera. Se gjithmonë festat ne i kemi zhvilluar brenda ambientit, kurse kjo ishte ku njerëzit të shkojnë sepse si dhe ne i festojmë festat tona të bukura, të cilat janë të vetë festa që ne kemi. Islami nuk është vetëm domethënë brenda mureve të xhamisë. Ai është jetësohet në jetën e përditshme. Dhe krahas besimit në Zot, në një Zot të vetëm, sot aktiviteti ka qenë i mbushur me vlera të mëdha morale, siç ishte respektimi i prindërve, siç ishte solidariteti ndaj të tjerëve. Edhe të rinjt pjesëmarrës e vlerësuan aktivitetin si një mënyrë të veçantë për të përjetuar festën e Kurban Bajramit, ndërsa përcollën urimet e tyre për paqe dhe begati. Sot ishte një aktivitet i veçantë për qytetin tonë. Qëllimi i festës që bërëm sot ishte qëllimi për ta përhapur fen dhe për t'u hapur zemrave njerëzve për të futur në fe, për të patur një jetë sa më të veçantë dhe më të mirë. Sot ishte një ditë shumë e veçantë për ne si prezantuese të këtij programi për të treguar vlerat e feston. Shpresojmë që kjo të ketë vlerëtur sa do pak për ju dhe urojmë gëzuar Kurban Bajramin. Ky aktivitet konsiderohet si i pari i këtij lloji organizuar në vend, ndërsa organizatorët shprehen se synojnë ta kthejnë atë në një traditë të përvitshme në qytetin e Pogradecit.